Një sipërmarrës i suksesshëm i botës së muzikës që jetën e tij të luksit dhe dukjes të tronditet kur një vajzë misterioze shpërthen në ceremoninë e tij të ndarjes së çmimeve duke kërkuar ndihmë. Ky takim i papritur do ta detyrojë atë të ballafaqohet me një të kaluar që e kishte varrosur përgjithmonë. Një udhëtim vetë zbulimi që do të ndryshojë gjithçka që ai besonte për familjen, dashurinë dhe identitetin. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Salla e hotelit më luksos në Tiranë zjente nga energjia tipike e ceremonisë kryesore muzikore të vitit. Flashet e aparateve shkrepeshin pa ndërprerje, duke kapur çdo lëvizje të artistëve që parakalonin në tapetin e kuq. Mes kostumeve të përsosura dhe fustaneve të stilistëve të njohur, Artan Hoxha spikatej si një figurë imponuese, duke rrezatuar vetbesimin e dikujt që kishte ndërtuar një perandori në industrinë diskografike. Në moshën 42 vjeçare, Artani personifikonte suksesin që shumë kush ëndërronte të arrinte. Kompania e tij ishte përgjegjëse për hitet më të mëdha në vend, dhe ndikimi i tij shtrihej shumë përtej muzikës, duke përfshirë biznese në sektor të ndryshëm. Çdo hap që hidhte ishte i llogaritur, çdo fjalë e zgjedhur me kujdes, çdo shfaqje publike e planifikuar me përpikëri për të ruajtur imazhin e përsosmërisë që kishte kultivuar gjatë dekadave. Në krah të tij, Blerina Kastrati u buzëqeshte fotografëve me natyrshmërinë e dikujt që kishte lindur për të qenë nën dritat e projektorëve. Si producente ekzekutive dhe e fejuara e tij, ajo ndante jo vetëm jetën e tij personale, por edhe prapaskenat e bizneseve që qarkullonin miliona. Flokët e saj bjond të krejur në mënyrë të përsosur lëkundeshin me graciozitet ndërsa ajo përshëndeste kamerat, e veshur me një fustan të gjelbër smerald që kishte kushtuar më shumë se sa do të fitonin shumë njerëz në një vit të tërë. Ceremonia po rrifte sipas parashikimeve. Artani ishte nominuar si sipërmarrësi i vitit, një çmim që praktikisht e konsideronte të fituar, duke pasur parasysh vargun e sukseseve komerciale që kompania e tij kishte prodhuar muajt e fundit. Kur emri i tij u njoftua, ai u ngrit me elegancë, rregulloi kostumin dhe eci drejt skenës në nduartrokitjet entuziaste. Megjithatë, në momentin e saktë kur po shkelte në shkallët e para që do ta çonin drejt podiumit, ndodhi diçka e papritur. Një vajzë rreth 12 vjeçare çau kordonin e sigurisë dhe vrapua dëshpërimisht drejt tij, duke kaluar tapetin e kuq sikur jeta e saj të varrej nga kjo. Flokët e saj gështenjë fluturonin në erë dhe rrobat e saj të thjeshta binin në kontrast të skajshëm me mjedisin luksos përreth. Më shpëto prej tij, bërtiti ajo, duke u kapur pas krahut të Artanit me një forcë që i habiti të gjithë të pranishmi. Duart e saj të vogla dridheshin dukshëm dhe sytë e saj gështenjë ishin mbushur me lotë që kërcënonin të derdheshin në çdo moment. E gjithë salla mbeti në heshtje absolute për disa sekonda, sikur koha të kishte ndaluar. Rojet e sigurimit u afruan menjëherë, të gatshëm për të larguar ndërhyrësen, por Artani ngriti dorën duke u bërë shenjë të ndalonin. Kishte diçka në vështrimin e atij fëmije që e preku në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte, një cenueshmëri e vërtetë që dukej se shponte të gjitha mbrojtjet e tij emocionale. Prisni, tha ai me zë të vendosur, duke e mbajtur vajzën pranë vetes. Drita, thiri ai asistenten e tij personale, e cila po vëzhgonte skenën me një shprehje të shqetësuar nga anash skenës. Kujdesu për të. Çoje në suitën time dhe rri me të derisa të vi unë. Drita Gashi, një grua e moshës së mesme që punonte me Artanin prej më shumë se 15 vitesh, pohoi menjëherë me kokë dhe ju afrua vajzës me lëvizje të kujdesshme, si dikush që trajton një kafshë të lënduar. Ajo kishte dëshmuar shumë situata të çuditshme gjatë karrierës së saj, por kur diçka aq dramatike sa ajo që sapo kishte ndodhur. Vajza e shikoi Artanin me një përzierje mirënjohjeje dhe dëshpërimi para se të lejonte dritën ta udhëhiqte larg dritave të projektorëve. Ndërsa po kalonin nëpër korridoret e hotelit, ajo u kthye një herë të fundit për ta parë atë, sikur të donte të sigurohej që shpëtimi i saj nuk kishte qenë thjesht një ëndër. Artani mbeti në skenë për disa çaste, duke procesuar atë që kishte ndodhur. Publiku përshpëriste me zë të ulët, duke spekuluar mbi identitetin e vajzës dhe arsyen pse ajo kishte kërkuar pikërisht atë. Kamerat vazhdonin ta regjistronin, duke kapur çdo mikroshprehje të fytyrës së tij, por për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk shqetësohej për imazhin që po projektonte. Kur më në fund mori trofeun dhe ju afrua mikrofonit për të mbajtur fjalimin e falënderimit, fjalët e tij tingëlluan mekanike dhe të largëta. Mendja e tij ishte plotësisht e përqendruar te fëmia që kishte shpërthyer në jetën e tij në një mënyrë kaq të papritur dhe dramatike.
Kishte diçka të njohur në sytë e saj, diçka që zgjonte kujtime të varrosura prej kohësh diku thellë në ndërgjegjen e tij. Blerina po e vëzhgonte nga prapaskena me një shprehje irritimi të fshehur keq. Për të, ajo ndërprerje kishte qenë një shpërqendrim i panevojshëm në një natë që duhej të kishte qenë e përsosur. Kur Artani zbriti nga skena, ajo ju afrua me një buzëqeshje të detyruar, duke e përshëndetur publikisht para se t'i përshpëriste në vesh. Duhet të flasim për këtë më vonë. Ajo vajzë mund të na ketë prishur imazhin. Por Artani pothuajse nuk i dëgjoi fjalët e saj. Mendja e tij ishte tërësisht e përpir nga urgjenca për të zbuluar se kush ishte ai fëmijë dhe pse kishte vrapuar drejt tij në kërkim të mbrojtjes. Kishte diçka në atë moment që kishte zgjuar një shqetësim të thellë në gjoksin e tij, sikur një pjesë e fjetur e shpirtit të tij të ishte zgjuar pa pritmas. Gjatë pjesës tjetër të ceremonisë, ai mori pjesë në festime në mënyrë automatike, duke përshëndetur kolegët dhe duke pozuar për foto, por zemra e tij ishte diku tjetër. Çdo bisedë sipërfaqësore për kontrata dhe tendenca muzikore dukej më e zbrazët se kurrë. Çdo buzëqeshje e detyruar për kamerat ndihej si një tradhti ndaj vërtetësisë së momentit që kishte përjetuar në skenë. Çdo minutë që kalonte ia shtonte anktin për t'u kthyer në hotel dhe për të kuptuar më në fund se çfarë kishte ndodhur atë natë të jashtëzakonshme. Flashet e kamerave që dikur e energjizonin dhe vërtetonin suksesin e tij, tani dukeshin ndërhyrëse dhe artificiale. Bisedat me sipërmarrës të tjerë të industrisë muzikore, që zakonisht ishin stimuluese dhe plot mundësi, tingëllonin si zhurmë boshe. Ishte sikur diçka themelore kishte ndryshuar në perceptimin e tij për botën gjatë atyre pak minutave në skenë, diçka që e bënte jetën e tij të mëparshme pa pritmas të dyshim. Blerina u përpoq disa herë ta kthente atë në mentalitetin e rrjedhëzimit dhe shfrytëzimit të mundësive që karakterizonin këto evente. Artan, presidenti i diskografisë ballkanike, dëshiron të flasë me ne për zgjerimin në tregun ndërkombëtar, tha ajo gjatë një prej pushimeve. Kjo është saktësisht lloji i mundësisë që po pritnim. Por Artani me vështirësi mund të përqendrohej në bisedë. Mendja e tij ishte plotësisht e përpir nga imazhi i Emës duke fjetur në divanin e sujtës së tij, nga cenueshmëria që kishte parë në sytë e saj, nga mënyra se si ajo i kishte besuar instinktivisht. Kishte diçka në atë moment që kishte zgjuar një shqetësim të thellë në gjoksin e tij, sikur një pjesë e fjetur e shpirtit të tij të ishte zgjuar pa pritmas. Kur ceremonia më në fund përfundoi, Artani u përshëndet shpejt me të ftuarit duke injoruar protestat e Blerinës për angazhimet sociale dhe festat pas eventit që mund të ishin të rëndësishme për bizneset e tyre. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai po i jepte përparësi diçkaje tjetër përveç fitimit dhe mundësive tregtare. Ai kishte nevojë për përgjigje dhe nuk do të mund të mendonte për asgjë tjetër derisa t'i merrte ato. Rruga e kthimit për në hotel u duk e pafundme. I ulur në sediljen e pasme të limuzinës së tij, Artani vëzhgonte dritat e Tiranës që kalonin nëpër dritare ndërsa mendja e tij punonte ethshëm, duke u përpjekur të kuptonte kuptimin e atij takimi. Kishte diçka në atë sytë gështenjë që kishte zgjuar një ndjenjë që ai nuk e kishte provuar prej dekadash, një lidhje të pashpjegueshme që sfidonte çdo logjikë dhe racionalitet që qeverisnin jetën e tij. Kur më në fund arriti në suitën presidenciale të hotelit, gjeti dritën të ulur pranë vajzës, e cila tani flinte thellë në divanin prej lëkure italiane. Fytyra e saj, më në fund e relaksuar, zbulonte një brishësi fëmijërore që binte në kontrast me dëshpërimin që kishte treguar pak orë më parë. Drita kishte vendosur me kujdes një batanie mbi fëmijën dhe kishte lënë një gotë ujë në tavolinën anësore, gjeste amtare që tregonin natyrën e dashur të asistentes së tij. Artani e vëzhgoi skenën për disa minuta, duke vënë re se si Ema flinte e shqetësuar, me grushtet e shtrënguar edhe në gjumë, sikur po mbrohej ende nga ndonjë kërcënim i padukshëm. Kishte diçka në cenueshmërinë e atij momenti që zgjoi një emocion të thellë në gjoksin e tij, një përzierje mbrojtjeje dhe melankolie që ai nuk mund ta emërtonte. Ishte si të shite në një pasqyrë të së kaluarës, duke parë të pasqyruar fëmijërinë e tij plot pasiguri dhe frikë. Suita presidenciale me mobilje luksoze dhe pamje panoramike të kryeqytetit, pa pritmas u duk tepër opulente në kontrast me thjeshtësinë e fëmijës që flinte. Artani e kuptoi se kishte më shumë pasuri në atë moment kujdesi të painteresuar sesa në të gjithë trofeet dhe mirënjohjet që kishte grumbulluar gjatë viteve. Drita u ngrit në mënyrë diskrete dhe i bëri shenjë që të bisedonin në tarac, larg fëmijës që flinte. Para se ta ndiqte, Artani rregulloi batanien rreth supeve të Emës, një gjest instinktiv që e surprizoi me natyrshmërinë e tij.
Në taracën e suitës, me fllatin e natës të Tiranës që u përkëdhelte fytyrat, Drita i tregoi Artanit gjithçka që kishte zbuluar gjatë orëve që ishte kujdesur për vajzën. Fjalët e saj të matura zbuluan një histori që do të lidhte të tashmen luksoze të Artanit me një të kaluar që ai ishte përpjekur ta harronte. Zoti Artan, filloi Drita, duke rregulluar syzet me nervozizëm. Vajza quhet Emma. Ajo arriti të më tregonte disa gjëra para se ta zinte gjumi. Bëri një pauzë, sikur po organizonte mendime. Tha se nëna e saj punonte si pastruese në një vilë në fshat dhe se pas vdekjes së saj, ajo thjesht mbeti rrugëve. Artani mblodhi vetullat duke procesuar informacionin. Si mbeti rrugëve? Sipas saj, duhej të ishte dërguar në një shtëpi fëmije shtetërore, por diçka shkoi keq në proces. Ajo ka endur rrugëve javët e fundit duke u përpjekur të mbietojë. Drita hezitoi para se të vazhdonte. Ka edhe diçka tjetër, zotëri. Ajo përmendi emrin e vilës ku punonte Emma. Vila Shpresa. Emri e goditi Artanin si rufe. Vila Shpresa kishte qenë prona e tij e parë, një vilë në periferi që e kishte blerë në vitet e para të suksesit, kur ishte ende duke ndërtuar perandorinë e tij. Ati i kujtoi Turbult Rosa, një grua e thjeshtë dhe e përkushtuar që kujdesej për pastrimin dhe mirëmbajtjen e pronës. Një person diskret që gjithmonë e përshëndeste me një buzëqeshje të turpshme kur ai e takonte gjatë vizitave të tij të rralla. Rosa, murmuroi ai, kujtesa po bëhej më e qartë. Nëna e saj ishte Rosa. Drita pohoi me kokë. Sakt. Emma foli shumë për atë se si nëna e saj i tregonte gjithmonë histori për burrin e mirë që e trajtonte me respekt dhe dinjitet, ndryshe nga pronarët e tjerë që kishte pasur. Duket se Rosa ruante një admirim të veçantë për ju. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Rosa kishte qenë një nga të paktët njerëz në jetën e tij që e kishte njohur para famës, para pasurisë, kur ai ishte ende duke u përpjekur të stabilizohej në tregun muzikor. Ajo kur nuk kishte qenë ndërhyrëse apo kërkuese, thjesht bënte punën e saj me përkushtim dhe gjithmonë e priste me mikpritje të ngrohtë. Po burri që ishte me të në ceremoni, pyeti Artani, duke u përpjekur të kuptonte të gjithë elementet e asaj situate konfuze. Ah, po. Për këtë mirë, është pak e sikletshme. Drita buzëqeshi për herë të parë atë natë. Emma shpjegoi se ai është vërtet një punonjës social, siç e dyshuam. Por është dita e tij e parë në punë. Dritan Berisha, i diplomuar para pak muajsh, plotësisht pa përvojë dhe i nervozuar. Siç duket, ai humbi të gjithë dokumentacionin e saj gjatë transportit dhe e zuri paniku. Artani nuk mundi ta shmangte një buzëqeshje ironike. Pra, ajo nuk po ikte nga një rrëmbyes. Po ikte nga një punonjës social i paaftë. Sakt. Por në këndvështrimin e saj, çdo i rritur i panjohur që përpiqej ta merrte përfaqësonte një kërcënim. Kur ju pa në televizion gjatë mbulimit të ceremonisë, diçka e bëri të besonte se mund t'ju besonte juve. Drita bëri një pauzë domethënëse. Tha se ju keni të njëjtët sy që nëna e saj përshkruante kur fliste për mirësinë. Fjala mirësi që Emma kishte përdorur, sipas Dritës, bëri jehon në mendjen e Artanit. Rosa gjithmonë përdorte fjalë të thjeshta por të fuqishme, veçanërisht kur donte të shprehte diçka që e konsideronte veçanërisht të rëndësishme. Ishte një nga karakteristikat e saj më spikatëse, ajo përzierje e thjeshtësisë dhe urtësisë që e bënte atë unike. Ku është ky Dritani tani? Pyeti Artani. Në hollin e hotelit. Është i dëshpëruar, duke u telefonuar të gjithë mbikëqyrësve, duke u përpjekur të shpjegojë situatën. Djali është i tmerruar nga mundësia e humbjes së punës në ditën e parë. Drita e vëzhgoi Artanin me kujdes. A keni ndërmend t'ia dorëzoni emën atij? Artani shikoi përmes derës prej xhami drejt vajzës që flinte. Emma ishte mbështjell me një batanie që Drita i kishte siguruar, dhe frymëmarrja e saj ishte e qetë dhe e rregull. Kishte diçka në atë skenë që zgjonte një ndjenjë të huaj në gjoksin e tij, një përzierje mbrojtjeje dhe melankolie që ai nuk mund ta shpjegonte. Jo ende, u përgjigj ai pas një pauze të gjatë. Së pari duhet ta kuptoj më mirë situatën. Sille atë Dritanin këtu. Dua të flas me të personalisht. Drita pohoi dhe u drejtua nga telefoni. Ndërsa ajo po bënte rregullimet, Artani mbeti duke vëzhguar emën.
ishte e pamundur të mos vërejë ngjashmëritë fizike me Rozën, flokët gështenjë, struktura delikate e fytyrës, madje edhe mënyra se si flinte, me një nga duart gjithmonë pranë zemrës, sikur po mbronte diçka të çmuar. Kujtimet e fëmijërisë së tij filluan të shfaqeshin, imazhe të fragmentuara të një kohe që ai ishte përpjekur qëllimisht ta harronte. Ju kujtuan netët kur flinte në dhoma të huaja, gjithmonë përkohësisht, gjithmonë i pasigurt se ku do të ishte të nesërmen. Ju kujtuan ndjenja e braktisjes, nevoja e dëshpëruar për të gjetur dikë tek i cili mund të besonte. 20 minuta më vonë, Drita u kthye e shoqëruar nga një iri i dukshëm i nervozuar. Dritan Berisha ishte rreth 25 vjeç, me flokë të errët të rrëmujshëm dhe syze që i rregullonte vazhdimisht, një tik që tradhtonte ankthin e tij. Rrobat e tij, edhe pse të mbajtura mirë, ishin qartësisht të lira dhe ai mbante një dosje dokumentesh që dukej se kishte parë ditë më të mira. Zoti Hoxha, filloi Dritani, me zërin që i dridhej paksa. Nuk mund të shpreh se sa keq më vjen për gjithë këtë shqetësim. E di që duhet të dukem plotësisht i paaftë, por betohem se mund të shpjegoj gjithçka. Artani i bëri shenjë të ulej. Qetësohu, Dritan. Më trego saktësisht se çfarë ndodhi sot. Dritani mori frym thellë dhe filloi të tregonte versionin e tij të ngjarjeve. Ai ishte diplomuar së fundmi në shërbime sociale dhe kishte gjetur punën e tij të parë në një agjenci shtetërore përgjegjëse për fëmijët në situatë cenueshmërie. Emma ishte rasti i tij i parë zyrtar, një fëmijë që ishte raportuar si i zhdukur pas humbjes së nënës së saj. Mora detyrën për ta gjetur dhe për ta dërguar në një strehë të përkohshme derisa të gjendej një familje birësuese, shpjegoi Dritani me duart që i lëviznin me nervozizëm. Arrita ta gjurmoja përmes disa informacioneve që kishin për Rozën, nënën e saj. Zbulova se Emma po fshihej në afërsi të rezidencës së vjetër ku punonte Emma. Artani u anua përpara, i interesuar. Dhe si e gjete? Bisedova me disa tregtar të zonës. Emma siç duket po kërkonte ushqim dhe po bënte punë të vogla për të mbijetuar. Kur më në fund e gjeta, ajo ishte e trembur dhe mosbesuese. Dritani pushoi, duke u dukur i zënë ngushtë. E di që duhej të isha treguar më i durueshëm, më i kujdesshëm në afrim. Por isha i nervozuar, ishte dita ime e parë dhe përfundova duke qenë shumë i drejtë për drejtë. Po dokumentet që humbe? Dritani u skuq dukshëm. Kjo është pjesa më e sikletshme. Rrugës për në strehë, ndaluam në një lokal sepse Emma tha se ishte e uritur. Lash dosjen time në makinë për vetëm pak minuta, por kur u ktheva, dikush e kishte thyer makinën dhe kishte marrë gjithçka. Dokumentet e saj të identifikimit, formularët e transferimit, gjithçka. Artani e vëzhgoi të riun me vëmendje. Kishte diçka të vërtetë në ankthin e tij, një shqetësim real që shkonte përtej pasojave profesionale. Dritani dukej se vërtet shqetësohej për mirëqenien e Emës, edhe pse ishte plotësisht pa përvojë. Dhe çfarë bëre pas kësaj? Pyeti Artani. Më zuri paniku total, pranoi Dritani me sinqeritet. E dija që do të duhej të shpjegoja situatën mbikëqyrësve të mi, por gjithashtu nuk mund ta lija Emën vetëm. Kur ajo pa mbulimin e ceremonisë në televizorin e lokalit dhe tha se donte t'ju gjente juve, mendova se mbase kjo mund të na jepte pak kohë për të zgjidhur situatën. Ti e solle këtu? Jo saktësisht. Ajo tha se e njihte rrugën dhe më luti ta sillja. Duhej të kisha refuzuar, por ajo dukej aq e dëshpëruar. Dritani shikoi nga dera ku flinte Emma. Kur ajo doli duke vrapuar drejt jush në ceremoni, e dita se kisha bërë një gabim të tmerrshëm. Artani heshti për disa çaste, duke procesuar të gjithë informacionin. Historia ishte e çuditshme, por kishte një koherencë të huaj që e bënte të besueshme. Përveç kësaj, kishte diçka në sinqeritetin e Dritanit që e bënte përshtypje pozitive. Dritan, tha ai më në fund, çfarë di ti për të kaluarën e Emës? Për familjen e saj? Shumë pak, për fat të keq. Roza, siç duket, ishte nënë e vetme, pa familje të afërt të njohur. Punonte si punëtore shtëpie prej disa vitesh, gjithmonë me referenca të shkëlqyera. Dritani konsultoi disa shënime që kishte bërë. Sipas regjistrave tan, ajo gjithmonë ka qenë shumë e rezervuar për jetën e saj personale, por ishte jashtëzakonisht e përkushtuar ndaj Emës. Po Emma a ka dikë? Ndonjë familjar, mik të familjes? Jo që kemi arritur të gjejmë. Prandaj ajo do të dërgohej për birësim. Dritani hezitoi.
Zoti Hoxha, e di që kjo do të tingëlloj çuditshëm, por Ema foli shumë për ju gjatë kohës që kaluam bashkë. Ajo ka një imazh shumë specifik se kush jeni ju, bazuar në historik që i tregonte Ema. Çfarë lloj historish? Histori për mirësinë, siç thot ajo gjithmonë. Për një burr që e trajtonte nënën e saj me respekt dhe dinjitet. Ema beson se ju jeni një lloj mbrojtësi. Dritani u skuq përsëri. E di që kjo vendos një përgjegjësi të padrejtë mbi ju, por doja ta dinit se nga vjen kjo lidhje e saj. Artani u ngrit dhe eci drejt dritares, duke vëzhguar dritat e Tiranës që shtrieshin si yje deri në horizon. Kishte diçka në atë situatë që rezononte thellë me përvojat e të kaluarës së tij, kujtime që ai kishte varrosur aq thellë sa pothuajse i kishte harruar plotësisht. Fjalët e Dritanit për mirësinë bënin njehon në mendjen e tij, duke u lidhur me fragmente kujtimesh që ai kishte shtypur gjatë dekadave të ndërtimit të imtësishëm të imazhit të tij publik. Ju kujtuan netët e ftohta në dhoma të huaja, ndjenja e të mos përkiturit askund, vetmia e thellë që vetëm fëmijët e tjerë në situatë të ngjashme mund ta kuptonin vërtet. Dritan, tha ai, duke u kthyer nga asistenti i ri social, a ke ku të rish sonte? Dritani u duki surprizuar nga pyetja. E po, unë mendova të kthehesha në apartamentin tim. Është i vogël, por... Ri këtu, e ndërpreu Artani. Në hotel. Dua që ti dhe Ema të qëndroni afër derisa ta kuptojmë më mirë gjithë këtë situatë. Drita do të siguroj një dhomë për ty. Zoti Hoxha, kjo është shumë bujare, por nuk mund ta pranoj pa. Dritani hezitoi duke rregulluar syzet me nervozizëm. Pa çfarë? Pa kuptuar pse po e bëni këtë. Ema është një e huaj për ju. Unë jam një i huaj. Pse shqetësoheni aq shumë? Pyetja e goditi Artanin në një mënyrë që nuk e priste. Pse po shqetësohej vërtet aq shumë? Kishte diçka në atë vajzë që kishte zgjuar një pjesë të vetes që ai mendonte se e kishte humbur prej kohësh. Mbase ishte dëshpërimi në sytë e saj, aq i ngjashëm me atë që ai vetë kishte ndjerë në fëmijëri. Mbase ishte mënyra se si ajo i kishte besuar instinktivisht, duke parë diçka në fytyrën e tij që ai nuk mund ta njitet e vetja. Mbase, tha ai ngadalë, sepse shumë kohë më parë dikush bëri diçka të ngjashme për mua. Dhe mbase është koha ta kthej atë mirësi që kam marrë. Artani mbeti në heshtje për minuta të gjata, mendja e tij punonte furishëm për të procesuar të gjitha implikimet e asaj situate të papritur. Kishte diçka në cenueshmërinë e Emës që prekte një tel të ndjeshëm në shpirtin e tij, duke zgjuar kujtime dhe ndjenja që ai kishte shtypur qëllimisht gjatë dekadave të ndërtimit të karrierës dhe imazhit të tij publik. Dritan, tha ai më në fund, duke u kthyer për t'u përballur me asistentin e ri social. Më duhen disa ditë për ta kuptuar më mirë këtë situatë para se të marr ndonjë vendim. Dritani puliti sytë i habitur. Disa ditë? Zotëri, unë duhet të raportoj vendodhjen e Emës mbikëqyrësve të mi deri nesër në mëngjes. Ata janë tashmë të shqetësuar për zhdukjen time. Dhe ti do të raportosh, u përgjigj Artani qetësisht. Thuaju atyre se Ema është e sigurt dhe po kujdeset përkohësisht nga një familje përgjegjëse ndërsa dokumentacioni po riorganizohet. Më duhet të verifikoj disa gjëra së pari. Çfarë lloj gjërash? Pyeti Dritani, qartësisht i konfuzuar. Artani hezitoi. E vërteta ishte se ai vetë nuk ishte i sigurt se çfarë po kërkonte. Kishte një shqetësim në rritje në gjoksin e tij, një ndjenjë se ai takim me Emën ishte më shumë se një rastësi. Fjalët e saj për mirësinë dhe historik që tregonte Roza kishin zgjuar diçka të thellë në kujtesën e tij, fragmente të kaluarës së tij që ai ishte përpjekur t'i harronte. Çështje personale, u përgjigj shkurt. Drita do të siguroj akomodim për ju të dy në hotel për ditët e ardhshme. Dua të qëndroni afër ndërsa unë zgjidh disa çështje të mbetura. Drita, e cila kishte vëzhguar gjithë bisedën në heshtje, pohoi menjëherë me kokë. Do të organizoj 2 dhoma në të njëjtin kat, zoti Artan. Dritani duke i ndarë mes lehtësimit dhe shqetësimit. Zoti Hoxha, unë ju falenderoj thellësisht për bujarinë tuaj, por nuk mund ta pranoj këtë pa kuptuar qëllimet tuaja në lidhje me Emën. Qëllimet e mia janë të sigurohem që ajo të jetë e sigurt dhe e mirë kujdesur, u përgjigj Artani me vendosmëri. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme për tani. Mëngjesin tjetër, Artani anuloi të gjitha angazhimet e agjendës së tij, duke injoruar protestat e indinjuara të Blerinës për mbledhje të rëndësishme dhe kontrata që kishin nevojë për vëmendjen e tij.
Ai kishte marrë një vendim gjatë natës, një vendim që e dinte se do të ndryshonte gjithçka, duhej të vizitonte sërish një vend që ishte betuar se nuk do ta shihte më kurrë. Shtëpia e fëmijës Shën Gjergji ndodhej në periferi të Tiranës, një udhëtim prej rreth 2 orësh nëpër lagje, gjithnjë e më të thjeshta derisa arrije në një zonë që progresi dukej se e kishte harruar. Artani i dha makinës vet, diçka që rrallë e bënte, duke preferuar t'i mbante duart e zëna me timonin, ndërsa mendja e tij përpiqej të organizonte emocionet e trazuara që ai udhëtim zgjonte. Emma kishte insistuar ta shoqëronte, dhe Artani kishte rënë dakord, i shtyr nga një intuit që nuk mund ta shpjegonte. Dritani ishte gjithashtu i pranishëm, i ulur në sediljen e pasme pranë vajzës, duke vëzhguar peizazhin urban që transformohej gradualisht në diçka më rurale dhe të konsumuar. Pse po vim këtu? Pyeti Emma, me zërin e saj kureshtar por të respektueshëm. Artani shikoi nga pasqyra për të gjetur sytë e saj gështenj, aq të ngjashëm me të Rozës. Sepse më duhet të kuptoj disa gjëra për veten time. Dhe mendoj se edhe ti mund të duash ta njohësh këtë vend. Shtëpia e fëmijës Shën Gjergji kishte qenë shtëpia e tij gjatë viteve më formuese të jetës së tij, nga mosha 8 deri në 18 vjeç. Ishte vendi ku ai kishte zbuluar talentin e tij muzikor, ku kishte mësuar leksionet më të ashpra për mbijetesën dhe ku kishte njohur njerëzit që formsuan atë që ai do të bëhej, për mirë dhe për keq. Kur makina më në fund ndaloi para portës prej hekurit të ndryshkur, Artani ndjeu zemrën t'i rrite fort. Ndërtesa që dikur kishte strehuar më shumë se 50 fëmijë tani dukej si një hije melankolike e vetvetes. Boja e mureve po binte, disa dritare ishin të krisura ose të mbuluara me dërrasa, dhe kopshti që ai e kujtonte të mirëmbajtur tani ishte një lëmsh ferrash dhe braktisjeje. O Zot, murmuroi Dritani, duke dalë nga makina dhe duke vëzhguar strukturën e dëmtuar. Ky vend duket sikur është i braktisur. Artani mbeti i ulur për disa çaste shtesë, duke marrë frym thellë dhe duke u përgatitur emocionalisht për atë që do të përballonte. Emma, me intuitën e veçantë të fëmijëve, e vuri re hezitimin e tij dhe zgjati dorën e saj të vogël për t'i prekur supin. Gjithçka është në rregull, tha ajo butësisht. Ndonjëherë vendet e trishtuara mund të bëhen sërish të lumtura. Fjalët e saj, aq të thjeshta dhe në të njëjtën kohë të thella, i dhan Artanit guximin e nevojshëm për të dalë nga makina. Së bashku, të tre ju afruan hyrjes kryesore, ku një tabelë e zbehur njoftonte ende shtëpia e fëmijës Shën Gjergji, streh për fëmijët në nevojë. Dera kryesore ishte e hapur, e varur në mentesha që qartësisht kishin nevojë për riparim. Artani e shtyu me kujdes dhe thirri, "Përshëndetje? A ka dik këtu?" Një zë i njohur u përgjigj nga brenda, duke bërë që zemra e Artanit të ndalonte për një moment. "Jam në kuzhinë. Mund të hyni, por kini kujdes me dyshemen të hyrja." Artani e njohu zërin menjëherë. Lulieta. Shoqja e tij më e mirë gjatë viteve të jetimores, personi që kishte qenë si një motër për të gjatë momenteve më të vështira të rinisë së tij. Personi që ai e kishte braktisur pa asnjë fjalë kur doli për të pushtuar botën. Ata e gjetën Lulieta Muratin në kuzhinë, duke trazuar një tenxhere të madhe me supë në një sobë që dukej se kishte parë ditë më të mira. Ajo ishte plakur, natyrisht, por ruante ende flokët kaçurel që Artani i kujtonte, tani të thinjur, dhe të njëjtët sy të gjelbër shprehjes që gjithmonë arrinin të shihnin përtej çdo pretendimi. Kur ajo u kthye dhe pa Artanin të qëndruar në derë, shprehja e saj kaloi nëpër një seri emocionesh komplekse, surprizë, njohje, dhimbje dhe, më në fund, një ftohtësi e kontrolluar që ai nuk e kishte parë kurrë më parë në fytyrën e saj. "Artan," tha ajo thjesht, me zërin e saj neutral. "Çfarë surprize e papritur?" "Lulieta." Ai u përpoq të buzëqeshte, por ndjeu se gjesti ishte i detyruar. "Dukesh mirë." Duke me lodhur dhe e mbingarkuar, që është saktësisht ajo që jam, u përgjigj ajo pa rrotulla, duke kthyer vëmendjen te supa. "Çfarë të sjell këtu pas sa vitesh?" 24. Ftohtësia në zërin e saj e goditi Artanin si një shupllak. Ai kishte parashikuar që takimi do të ishte emocional, por nuk kishte pritur këtë armiqësi të kontrolluar. Emma dhe Dritani mbetën në heshtje pas tij, duke ndjerë qartë tensionin në ajër. "Erdha sepse më duhet të kuptoj disa gjëra," tha Artani, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. "Kjo vajzë është Emma. Është vajza e dikujt që ka punuar për mua dhe tani ka nevojë për një vend ku të rri." Mendova se mbase. "Mbase çfarë?" Lulieta u kthye për t'u përballur sërish me të.
që pas 2 dekadash heshtjeje totale, ti mund të shfaqesh e thjesht këtu dhe të kërkoje favore? Luljeta, nuk është ashtu si. Nuk është ashtu si çfarë, Artan? Zëri i saj filloi të ngrihej paksa. Ti u zhduke nga jeta jonë si kur të mos kishim ekzistuar kurrë. Kur more kontratën tënde të parë, kur fillove të shfaqeshe në televizion, kur u bëre i famshëm dhe i pasur, asnjëherë, as edhe një herë të vetme, nuk u kujtove për ne këtu. Artani ndjeu një shtrëngim të dhimbshëm në gjoks. Çdo fjalë e saj ishte e vërtetë dhe çdo akuzë ishte e merituar. Luljeta, unë mund të shpjegoj. Mundesh? Atëherë shpjegoju 15 fëmijëve që janë ende këtu, disa prej të cilëve të kanë njohur kur ishin të vegjël. Më shpjego mua pse vazhdoj të punoj në këtë vend pa rrogë prej 3 vitesh sepse nuk kemi para për të paguar punonjësit. Më shpjego pse nuk kemi marrë kur asnjë qindark donacion prej teje ndërsa ti ndërton një perandori milionere. Heshtja që pasoi ishte therse. Dritani u kollit në mënyrë të parehatshme dhe Emma ju afrua më shumë Artanit, sikur e kuptonte se ai kishte nevojë për mbështetje. Luljeta e shikoi vajzën për herë të parë dhe shpreha e saj u zbut paksa. Më fal, e dashur, i tha ajo Emës. Nuk doja që ti ta dëgjoje këtë. Ti nuk ke faj për ndërlikimet mes të rriturve. Emma shikoi Artanin, pastaj Luljetën dhe më në fund tha, nëna ime thoshte gjithmonë se njerëzit e mirë ndonjëherë bëjnë gjëra të këqija, por kjo nuk i bën ata njerëz të këqij. Ajo thoshte se ndonjëherë ata kanë nevojë vetëm për një shans për t'i rregulluar gjërat. Fjalët e thjeshta të Emës krijuan një moment pushimi në tension. Luljeta studioi fytyrën e vajzës me vëmendje dhe Artani mundi të shihte diçka që ndryshonte në shprehjen e saj, një kurreshtje hezituese. Si quhet nëna jote, e dashur? Pyeti Luljeta butësisht. Roza. Ajo ishte punëtore shtëpie dhe fliste gjithmonë për mirësinë, u përgjigj Emma. Luljeta shikoi Artanin me një shprehje paksa të ndryshme. Roza, ky emër më tingëllon i njohur. Artani shfrytëzoi hapjen. Luljeta, e di që ke të gjithë të drejtën të më urresh. E di që nuk meritoj as 5 minuta nga koha jote. Por ky fëmijë ka nevojë për ndihmë dhe ky vend. Ai bëri me shenjë rreth kuzhinës së rënuar, edhe ky vend ka nevojë për ndihmë. Oh, tani e vure re? Luljeta kryqëzoi krahët. Pasi limuzina jote kaloi portën e thyrë dhe pa dritaret e krisura? Po, u përgjigj Artani me sinqeritet. Dhe dua të ndihmoj. Dua t'i rregulloj gjërat që duhej t'i kisha rregulluar shumë kohë më parë. Luljeta e studioi për një moment të gjatë dhe Artani mund të shihte një luftë të brendshme që ndodhte pas syve të saj të gjelbër. Më në fund, ajo psherti u thellë. Ulu, tha ajo, duke treguar një tavolinë druri të vjetruar. Do t'ju shërbej supë dhe pastaj do të më tregosh saktësisht se çfarë po ndodh këtu. Dhe Artan? Ajo e shikoi direkt në sy. Këtë herë do të më tregosh të vërtetën. Ndërsa Luljeta shërbente tasat me supë të thjeshtë por të shijshme, Artani filloi të tregonte ngjarjet e ditëve të fundit. Tregoi për ceremoninë, për dëshpërimin e Emës kur kërkoi mbrojtjen e tij, për zbulimin e lidhjes me Rozën dhe për ndjenjen e huaj që kishte përjetuar që atëherë. Një ndjenjë se jeta e tij e ndërtuar në mënyrë të përsosur ishte në një farë mënyre e paplollë. Emma e plotësoi historinë me kujtimet e saj për Rozën, për historitë që Emma i tregonte për burrin e mirë që e trajtonte mirë dhe për atë se si ajo instinktivisht kishte ndjerë se mund t'i besonte Artanit kur e pa në televizion. Dritani, nga ana e tij, shpjegoi situatën e tij si punonjës social fillestar dhe shqetësimin e tij të vërtetë për mirëqenien e Emës, duke pranuar me sinqeritet gabimet e tij dhe vendosmërinë e tij për të bërë atë që ishte e drejtë për fëmijën. Luljeta e dëgjoi të gjithë historinë në heshtje, her pas here duke bërë pyetje për të sqaruar detajet. Kur ata mbaruan, ajo mbeti në heshtje për disa minuta, duke procesuar gjithçka që kishte dëgjuar. Pra, ti po thua, tha ajo më në fund, se pas 24 vitesh pa asnjë kontakt, ti shfaqesh këtu sepse një fëmijë jetim zgjoi ndërgjegjen tënde? Artani hezitoi para se të përgjigjej. Nuk është vetëm kjo, Luljeta. Duke parë Emën, duke parë situatën e saj, kjo më kujtoi se si ishte të ishe vetëm, pa familje, duke varur shpresat e mirësia e të huajve. Më kujtoi se dikur edhe unë isha ai fëmijë. Dhe ti e harrove? Pyeti Luljeta, zëri i saj ishte ende i ftohtë, por më pak armiqësor. Unë i varrosa ato kujtime, pranoi Artani me dhimbje.
Kur fillova të kisha sukses, kur kompanitë diskografike filluan të interesoheshin për mua, ata më thanë se historia ime personale duhet të ishte e rafinuar. Jetimi nuk shet disqe, thanë ata. Kështu që krijuan një biografi të re për mua. Familje e shtresës së mesme, edukim i privilegjuar, zbulim muzikor i hershëm. Dhe ti e pranove këtë, zëri i Luljetës mbante mos besim. Isha i ri, ambicios dhe i dëshpëruar për të ikur varfërisë, u përgjigj Artani me sinqeritet. Mendova se do të ishte e përkohshme, që pasi të stabilizohesha do të mund të tregoja të vërtetën. Por sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë bëhej të kthehesha mbrapsht. Gënjeshtra u bë realiteti im. Luljeta mbeti sërish në heshtje, duke vëzhguar emën që kishte mbaruar supën dhe tani po eksploronte kuzhinën me kureshtje fëmijërore. Më në fund, ajo pshertiu thellë. Ky vend do të mbyllet në fund të muajit, tha ajo pa pritmas. Nuk kemi më para për mirëmbajtje, nuk po marrim më mjaftueshëm donacione, dhe bashkia po bën presion që fëmijët të transferohen në streha të tjera në rajonin e Durrësit ose Elbasanit. Deklarata e goditi Artanin si një goditje në stomak. Shëngjergji po mbyllej. Vendi që kishte qenë shtëpia e tij, që kishte formuar aq shumë fëmijë gjatë viteve? Sa fëmijë janë ende këtu? Pyeti ai. 15. Moshat nga 6 deri në 17 vjeç. Disa janë me ne prej vitesh, të tjerë kanë ardhur së fundmi. Luljeta shikoi rreth kuzhinës me trishtim. Unë jam e vetmja punonjëse që kam mbetur. Punoj falas sepse nuk kam ku të shkoj dhe sepse nuk mund t'i braktis këta fëmijë. Artani ndiu një vendim që po formohej në mendjen e tij, një vendim që e dinte se do të ndryshonte gjithçka. Shikoi rreth asaj kuzhine ku kishte ndarë aq shumë vakte të thjeshta në rini, ku kishte mësuar leksione për solidaritetin dhe shoqërinë që asnjë shkollë biznesi nuk mund t'i mësonte. Muret e rënuara tregonin histori të brezave të fëmijëve që kishin kaluar andej, secili duke mbajtur ëndrat dhe frikërat e veta. Sa fëmijë janë ende këtu? Pyeti ai përsëri, me zërin më të butë. 15. Moshat nga 6 deri në 17 vjeç. Disa janë me ne prej vitesh, të tjerë kanë ardhur së fundmi, përsëriti Luljeta, duke e vëzhguar me vëmendje. Arbri është 17 vjeç dhe po mbaron shkollën e mesme, por nuk ka ku të shkojë më pas. Zana erdhi para vetëm 3 muajsh, 6 vjeç, ende po përshtatet. Secili ka historinë e vet, traumat e veta për të kaluar. Artani mbylli syt, duke imagjinuar të ardhmen e pasigurt që i priste këta fëmijë nëse jetimorja vërtet do të mbyllej. E dinte nga përvoja e tij se sa shkatëruese ishte të transferoheshe nga një vend në tjetrin, gjithmonë përkohësisht, gjithmonë i pasigurt. Stabiliteti që ofronte shtëpia e fëmijës Shëngjergji ishte më i vlefshëm se çdo sasi parash. Luljeta, tha ai, me zërin e mbushur me një emocion që e kishte shtypur për dekada, po sikur të them se dua më shumë se sa thjesht të pengoj mbylljen? Po sikur të dua ta shndërroj këtë vend në atë që duhej të ishte gjithmonë, jo vetëm një streh, por një shtëpi të vërtetë. Emma, e cila kishte dëgjuar bisedën në heshtje, ju afrua Artanit dhe i kapi dorën. Mund ta bësh këtë? Pyeti ajo, me sytë gështenjë që i shkëlqenin nga shpresa. Mundem, u përgjigj Artani, i surprizuar nga vendosmëria e bindjes së tij. Dhe do ta bëj. Dritani po vëzhgonte shkëmbimin me një shprehje admirimi në rritje. Kishte diçka në transformimin e Artanit që e prekte thellë, mënyra se si sipërmarrësi i suksesshëm po zhvishej nga mbrojtjet e tij për të zbuluar njeriun vulnerabël dhe të dhëmshur që ekzistonte në imazhin publik të ndërtuar me kujdes. Artani mbeti në heshtje për disa çaste, duke vëzhguar emën që tani po luante me disa lodra të vjetra që kishte gjetur në një kuti në cep të kuzhinës. Kishte diçka në natyrshmërinë me të cilën ajo përshtatej në atë mjedis, në mënyrën se si menjëherë ishte ndjerë si në shtëpi në atë vend të rënuar, që rezononte thellë në zemrën e tij. Luljeta, tha ai më në fund, me zërin e mbushur me një vendosmëri që e surprizoi edhe atë vetë. Po sikur të them se dua ta pengoj këtë të ndodhë. Ajo e shikoi me skepticizëm. Artan, renovimi i këtij vendi do të kushtonte një pasuri. Po flasim për probleme strukturore, sistem elektrik plotësisht të vjetëruar, hidraulik që duhet bërë nga e para, pa përmendur nevojën për të mobiluar gjithçka sërish. Sa? Pyeti Artani direkt. Sa çfarë? Sa do të kushtonte për ta renovuar plotësisht këtë vend? Për ta lënë jo vetëm funksional, por modern, komod, një vend ku fëmijët mund të lulëzojnë vërtet? Luljeta puliti sytë e habitur.
Artan, nuk mund ta kesh seriozisht. Kur nuk kam qenë më serios në jetën time, u përgjigj ai, duke u ngritur nga tavolina. Sa? Dritani, i cili kishte qëndruar i qetë gjatë gjithë bisedës, u anua përpara. Zoti Artan, nëse mund të ndërhyj, unë punoj me buxhete të projekteve sociale në fakultet. Një projekt i kësaj madhësie po flasim për të paktën 2 milion euro, mbase 3, varësisht nga niveli i renovimeve që duam të zbatojmë. Artani pohoi me kokë sikur shuma të ishte e parëndësishme. 2 ose 3 milion nuk janë asgjë. Shpenzoj më shumë se aq në një fushat të vetme publicitare. Ai u kthye nga Luljeta. Pyetja është, a do të më lihet ta bëja? Pse? Pyeti Luljeta me zërin ende dyshues. Pse tani? Pse pas kaq shumë vitesh? Artani shikoi sërish Emën, e cila tani po i tregonte Dritanit një libër me tregime që kishte zbuluar. Kishte diçka në pafajësinë e asaj skene, në mënyrën se si të dy ndërvepronin natyrshëm, që prekte një tel të ndjeshëm në shpirtin e tij. Sepse, tha ai ngadalë, mbase është koha të ndaloj së ikuri nga ai që jam vërtet. Mbase është koha t'i nderoj njerëzit që më formuan, në vend që të pretendoj se ata nuk kanë ekzistuar kurrë. Luljeta studioi fytyrën e tij për një moment të gjatë, duke kërkuar shenja sinqeriteti apo manipulimi. Po e fejuara jote? Kompania jote? Gjithë jeta jote e ndërtuar në mënyrë të përsosur? A je gati ta rrezikosh të gjithë këtë? Pyetja e goditi Artanin drejt e në shenjë. Blerina e kishte bërë të qartë natën e kaluar se e konsideronte të gjithë atë episod një gabim gjykimi që mund të dëmtonte imazhin e tij publik. Ajo kishte sugjeruar që ta zgjidhnin situatën e Emës shpejt dhe të vazhdonin me planet e tyre profesionale dhe personale. Nuk e di, pranoi Artani me sinqeritet. Por e di që nuk mund t'i kthej thjesht shpinën kësaj dhe të pretendoj se nuk ka ndodhur. Ema ju afrua tavolinës duke mbajtur librin që kishte gjetur. Ky libër ka tregime për familjet që gjenden kur më së paku e presin, tha ajo, duke treguar ilustrimet shumë ngjyrëshe. Nëna ime thoshte gjithmonë se familjet më të mira nuk janë ato ku lindim, por ato që zgjedhim. Fjalët e saj krijuan një moment heshtjeje soditse. Dritani i buzëqeshi asaj dhe tha, nëna jote dukej një person shumë i mençur, Ema. Ishte vërtet, u përgjigj Ema, pastaj shikoi Artanin. Ajo thoshte gjithmonë se ti ishe një person i veçantë. Që kishe një zemër të mirë, edhe kur ishte e fshehur. Artani ndjeu një emocion intensiv që po i ngjitej në gjoks. Ema, çfarë tjetër thoshte nëna jote për mua? Që ti kishe sy të trishtuar edhe kur buzëqeshje. Dhe që një ditë ti do të kujtoheshe se nuk kishe nevojë të ishe vetëm. Ema anoi kokën duke studiuar fytyrën e Artanit. Sytë e tu janë ende të trishtuar. Vëzhgimi fëmijëror, aq i drejt për drejt dhe në të njëjtën kohë i thellë, e goditi Artanin si rrufe. Ai u ngrit pa pritmas dhe eci drejt dritares së kuzhinës, duke vëzhguar oborrin e braktisur ku dikur kishte luajtur me fëmijët e tjerë, ku kishte ëndërruar për një të ardhme më të mirë. Mirë, tha Luljeta më në fund, me zërin e saj më të butë. Nëse vërtet dëshiron ta bësh këtë, nëse vërtet dëshiron ta renovosh këtë vend, unë e pranoj ndihmën tënde. Por me një kusht. Artani u kthye nga ajo. Cilin? Nuk do ta bësh këtë nga larg, duke shkruar çeqe dhe duke deleguar përgjegjësi. Nëse dëshiron të ndihmosh, nëse dëshiron vërtet të jesh pjesë e kësaj, atëherë rri këtu gjatë renovimeve. Merr pjesë në proces. Njihi fëmijët që janë ende këtu. Rilidhu me atë që ishe para se të bëheshe Artan Hoxha i famshëm. Propozimi ishte frikësues. Do të thoshte të anulonte angazhimet, të shtynte projektet, të ballafaqohej me Blerinën dhe të gjithë ekipin e tij për prioritetet. Por kur Artani shikoi rreth asaj kuzhine të rënuar, kur pa Emën duke luajtur natyrshëm në atë mjedis, kur gjeti sytë shpresëdhënës të Dritanit, ai e diti se nuk kishte zgjedhje tjetër. Vendimi që po merrte përfaqësonte shumë më tepër se një projekt filantropik. Ishte një kthim në origjinën e tij, një pranim se kishte kaluar dekada duke ikur nga historia e tij. Të gjitha arsyetimet që kishte krijuar gjatë viteve, për nevojën tregtare, për rishpikjen personale, për lënien e së kaluarës pas papritmas dukeshin boshe dhe artificiale. Artani mendoi për të gjitha koncertet që kishte anuluar gjatë karrierës së tij për arsye tregtare apo agjende, për të gjitha mundësitë që kishte prioritizuar bazuar vetëm në fitim dhe dukshmëri.
por kjo ishte hera e parë që ndjente se po anulonte diçka vërtet të rëndësishme për të bërë diçka vërtet domethënëse. Pranoj, tha ai, me zërin e mbushur me një bindje që e surprizoi edhe atë vetë. Por më duhen disa ditë për të organizuar agjendën time dhe për të zgjidhur disa çështje personale. Lulieta pohoi, por Artani mund të shihte lotët që po i formoheshin në sytë e saj të gjelbër. Artan, tha ajo butësisht, a je i sigurt? Sepse nëse e fillojmë këtë dhe ti ndryshon mendje në mes të rrugës, nuk do të jetë vetëm një zhgënjim për mua. Do të jenë 15 fëmijë që do të shkatërohen shpresat. Përgjegjësia e asaj që po merrte përsipër e goditi Artanin me forcë të plotë. Nuk ishte vetëm për renovimin e një ndërtese apo dhurimin e parave. Ishte për të bërë një premtim fëmijëve vulnerabël, Lulietës, vetes së tij. Ishte për të nderuar më në fund fëmijën që ai kishte qenë dhe njerëzit që e kishin ndihmuar të bëhej ai që ishte. Jam plotësisht i sigurt, u përgjigj ai, duke marrë duart e Lulietës mes të tijave. Dhe këtë herë, premtoj se nuk do të zhdukem. Në ditët në vijim, Artani u zhyt me kokë në organizimin e projektit të renovimit. Punësoi arkitektët dhe kontraktorët më të mirë të Tiranës, anuloi një turne ndërkombëtar që ishte planifikuar për muajt e ardhshëm dhe filloi të rishpërndante përgjegjësitë në kompaninë e tij. Blerina nuk reagoi mirë ndaj ndryshimeve. Gjatë një diskutimi veçanërisht të tensionuar në zyrën e tij, ajo e ballafaqoi direkt për prioritetet e tij. Artan, ti po e hedh karrierën tënde në plera për shkak të një fëmije që as nuk e njeh, tha ajo, duke goditur duart mbi tavolinën prej drurit të arrës. Ky projekt i jetimores do të kushtoj miliona dhe nuk do të sjell asnjë kthim financiar. Jo gjithçka në jetë duhet të sjell kthim financiar, Blerina, u përgjigj Artani qetësisht. Lehtë është ta thuash këtë kur I ke tashmë miliona në bank, ja ktheu ajo. Por mendo për imazhin e kompanisë. Mendo për kontratat që kemi pezull. Mendo për të ardhmen ton bashk. Saktësisht për këtë po mendoj, tha Artani, duke u ngritur nga karrigja e tij. Në çfarë lloj të ardhmeje duam të ndërtojmë? Në çfarë lloj njeriu dua të jem? Ti do të jesh një sipërmarrës I dështuar që e shpenzoi pasurinë e tij në sentimentalizëm? Zëri I Blerinës po bëhej gjithnjë e më I lartë. Preferoj këtë se sa të jem një sipërmarrës I suksesshëm pa shpirt, u përgjigj Artani, duke surprizuar veten me vendosmërinë e bindjes së tij. Ndërkohë, në hotelin ku Emma dhe Dritani qëndronin të akomoduar, po zhvillohej një dinamik interesante. Dritani ishte treguar një shoqërues I vëmendshëm dhe I durueshëm për Emën, gjithmonë I gatshëm t'i dëgjonte historitë e saj për Rozën dhe ta ndihmonte të procesonte dhimbjen e humbjes. Artani filloi të kalonte më shumë kohë me ta, fillimisht për të diskutuar çështje praktike lidhur me jetimoren, por gradualisht duke u përfshirë në biseda më personale dhe aktivitete të rastësishme. Kishte diçka në praninë e Dritanit që e qetësonte, një vërtetësi dhe thjeshtësi që binte në kontrast të plot me botën e artificave ku kishte jetuar vitet e fundit. Një pasdite, ndërsa të tre po ecnin nëpër kopshtet e hotelit, me Emën që vraponte përpara për të ndjekur pullumbat, Artani dhe Dritani e gjetën veten duke ecur krah për krah në një heshtje komode. A mund të pyes diçka, tha Artani më në fund. Sigurisht, u përgjigj Dritani, duke rregulluar syzet me nervozizëm. Pse zgjodhe të punoje me fëmijët? Me shërbimet sociale? Dritani buzëqeshi me turp. Sepse edhe unë isha një nga ata fëmijë dikur. Jo saktësisht jetim si Emma, por familja ime kaloi momente shumë të vështira kur isha I vogël. Pati një periudhë kur nuk dinim se ku do të banonim, çfarë do të hanim të nesërmen. Artani e shikoi me interes të ri. Dhe dikush ju ndihmoi? Një punonjëse sociale. Një grua e quajtur Teresa që punoi palodhshëm për të gjetur burime për familjen tonë, që na lidhi me programet e asistencës, që na dha shpresë kur nuk kishim më asnjë. Dritani pushoi, duke vëzhguar Emën që tani po përpiqej të ushqente pullumbat me thërrime që kishte ruajtur nga mëngjesi. Kur u rrita, e dita se doja ta ktheja atë mirësi. Fjala bëri jehon në mendjen e Artanit. Mirësi. E njëjta fjalë që Emma përdorte gjithmonë kur fliste për nënën e saj, e njëjta që Roza siç duket përdorte për ta përshkruar atë. Dritan, tha Artani impulsivisht, a do të dëshironit të punonit në projektin e jetimores? Jo vetëm si punonjës social I Emës, por si koordinator I përgjithshëm I aktiviteteve me fëmijët. Dritani ndaloi se ecuri, qartësisht I surprizuar. Artan, unë po thuaj se nuk kam përvojë.
Ky është fjalë për fjalë rasti im I parë si punonjës social. Por ti ke diçka që përvoja nuk e mëson, u përgjigj Artani. Ti e kupton se çfarë po kalojnë këta fëmijë sepse e ke kaluar vetë. Dhe ti vërtet shqetësohesh për mirëqenien e tyre, jo vetëm për protokollet dhe shkresat. Dritani mbeti në heshtje për disa çaste duke procesuar propozimin. Do të ishte një mundësi e jashtëzakonshme, tha ai më në fund. Por po puna ime aktuale? Por rastet e tjera që më kanë caktuar? Do të bisedoj me mbikëqyrësit e tu. Jam I sigurt se mund të arrijmë një marrëveshje. Artani buzëqeshi. Përveç kësaj, mund të paguaj një rrogë shumë më të mirë se shteti. Atë natë, Artani u kthye në jetimore I vetëm. Donte të ecte nëpër korridoret e zbrazta, të vizitonte sërish dhomat ku kishte fjetur, sallën ku kishte mësuar t'i binte kitarës për herë të parë. Lulieta ishte në bibliotekë, duke organizuar librat e dhuruar që kishte marrë së fundmi. Si po shkojnë përgatitjet, pyeti ajo, pa I ngritur syt nga librat. Mirë. Arkitektët do të prezantojnë projektet e para nesër. Punimet duhet të fillojnë javën e ardhshme. Artani u ul në një nga karriget e vogla, qartësisht të bëra për fëmijë. Lulieta, më duhet të të pyes diçka. Urdhëro. A më fal? Për atë që u zhduka, që ju harrova, që u deshën kaq shumë vite për t'u kthyer? Lulieta më në fund ngriti syt, duke studiuar fytyrën e tij. Artan, isha e zemëruar. Shumë e lënduar. Për vite me radhë, sa herë që të shija në televizion apo lexoja për sukseset e tua, ndjeja një dhimbje në gjoks. Më vjen shumë keq, Lulieta. Vërtet. Por duke të parë me emën, duke parë se si po merresh me gjithë këtë. Ajo pushoi. Mendoj se e kuptoj që ti kishe nevojë të dilje që këtu për t'u bërë ky që u bëre. Mbase kishe nevojë të harroje për të mbijetuar atje jashtë. Por t'ju harroja juve ishte gabim. Ishte. Por të kthehesh tani është gjithashtu një zgjedhje. Dhe është një zgjedhje e mirë. Lulieta buzëqeshi për herë të parë që kur ai kishte mbërritur. Përveç kësaj, Ema ka të drejtë. Syt e tu janë më pak të trishtuar tani. Artani buzëqeshi mbrapsht. Ajo është e veçantë, apo jo? Shumë. Dhe ai Dritani duket gjithashtu se është një burr I mirë. Po. Ka diçka tek ai që nuk di si ta shpjegoj. Ai më bën të dua të jem një person më I mirë. Lulieta ngriti vetullat. Interesante. Po e fejuara jote. Artani psherti u thellë. Blerina dhe unë mendoj se duam gjëra shumë të ndryshme nga jeta. Po Ema. Çfarë do të ndodhë me të kur gjithë kjo të përfundoj? Artani I kishte ikur kësaj pyetjeje, por e dinte se do të duhej ta përballonte së shpejti. Nuk e di ende. Por e di që nuk mund ta dorëzoj thjesht në sistem dhe të vazhdoj përpara. Ajo do të thotë diçka të rëndësishme për mua tani. Çfarë do të thotë? Artani mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Do të thotë një shans I dytë. Për të dhe për mua. Javët në vijim sollën një transformim të plotë si për shtëpinë e fëmijës Shëngjergji, ashtu edhe për jetën e Artanit. Punimet e renovimit kishin filluar me një ekip prej më shumë se 20 punëtorësh dhe zhurma e çekanëve, sharrave dhe trapanëve bënte jehon nëpër korridore gjatë gjithë ditës. Artani kishte instaluar një zyrë të lëvizshme në teren për të shërbyer si zyrë e përkohshme, nga ku koordinonte jo vetëm renovimin, por edhe riorganizonte jetën e tij profesionale në distancë. Ema ishte përshtatur në mënyrë të përsosur me rutinën e jetimores, duke luajtur me fëmijët e tjerë dhe duke ndihmuar Lulietën në punët e përditshme. Prania e saj kishte sjellë një energji të re në atë vend dhe fëmijët më të rritur kishin marrë natyrshëm rolin e vëllezërve mbrojtës, duke I mësuar asaj traditat dhe rregullat e pashkruara të jetës në komunitet. Dritani, nga ana e tij, kishte pranuar ftesën e Artanit dhe ishte bërë koordinatori zyrtar I aktiviteteve edukative dhe rekreative. Formimi I tij në shërbime sociale, I kombinuar me natyrën e tij empatike dhe të durueshme, e kishte bërë atë një sukses të menjëhershëm mes fëmijëve. Ai organizonte lojra edukative në mëngjes, seanca leximi pasdite dhe radh bisedash në mbrëmje, ku fëmijët mund të flisnin për ndjenjat dhe përvojat e tyre. Artani e gjente veten duke kaluar gjithnjë e më shumë kohë në jetimore, shpesh duke punuar deri vonë në zyrën e tij, ndërsa vëzhgonte Dritanin duke ndërvepruar me fëmijët përmes dritares.
Kishte diçka në përkushtimin e punonjësit të ri social që Emma gjepste, një pasion të vërtet për mirëqenien e fëmijëve që shkonte shumë përtej detyrimeve profesionale. Një pasdite, ndërsa vëzhgonte dritanin duke i mësuar Emës dhe fëmijëve të tjerë të pikturonin me akuarela në obor, Artani e kuptoi se nuk kishte menduar për kompaninë e tij apo për angazhimet profesionale prej ditësh. Për herë të parë në dekada, ndjehej plotësisht i pranishëm në një moment, plotësisht i përpir nga diçka që vërtet kishte rëndësi. A mund t'ju bashkohem? Pyeti ai, duke dalë nga zyra dhe duke ju afruar grupit. Sigurisht, bërtiti Emma e entuziazmuar. Po pikturojmë familjet tona. Do të pikturosh tënden? Pyetja e kapi të papërgatitur. Familja. Ai nuk kishte një familje, të paktën jo në kuptimin tradicional. Blerina ishte e fejuara e tij, por ndjenjat e tij ndaj saj po ndryshonin shpejt. Ekipi i tij i punës ishte profesional, jo personal. Prindërit e tij birësues të së kaluarës ishin njerëz që i kishte njohur gjatë viteve të para në jetimore, por që kishte humbur kontaktet prej kohësh. Nuk e di nëse kam një familje për të pikturuar, tha ai me sinqeritet, duke u ulur në një nga karriget e vogla prej plastike. Gjithkush ka familje, tha agenti, një djalë 10 vjeç që ishte në jetimore prej 3 vitesh. Ndonjëherë familja nuk janë njerëzit që kanë lindur me ne, por njerëzit që zgjedhim të qëndrojmë. Dritani i buzëqeshi djalit. Genti ka të drejtë. Familja është për lidhjen dhe kujdesin, jo vetëm për gjakun. Emma i zgjati një penel Artanit. Ti mund të pikturosh familjen tënde të re. Njerëzit që janë këtu tani. Artani e pranoi penelin duke ndjerë një emocion të huaj që po i ngjitej në gjoks. Filloi të pikturonte figura të vogla në kanavacën e tij, Emën me flokët gështenjë dhe buzëqeshjen rrezatuese, dritanin me syzet dhe shprehjen e tij të butë, luljetën me flokët e thinjur dhe sytë e gjelbër, madje edhe disa nga fëmijët e tjerë që kishte njohur javët e fundit. Kur mbaroi, kuptoi se kishte krijuar një portret të lumturisë së thjeshtë dhe autentike, aq të ndryshme nga fotot zyrtare dhe pozat profesionale që dominonin jetën e tij publike. Kishte diçka në spontanitetin e atij momenti, në natyrshmërinë e ndërveprimeve që rezononte thellë në shpirtin e tij. Doli bukur, tha Dritani, duke vëzhguar pikturën mbi supin e tij. Ti ke talent artistik. Pikturoja kur isha fëmijë, u përgjigj Artani, i surprizuar që po ndante një kujtim aq personal. Lulieta dhe unë kalonim orë të tëra duke vizatuar histori me superheronj që shpëtonin fëmijët jetim. Dhe pse ndalove? Pyeti Emma. Artani hezitoi. Sepse kur u rrita, mendova se gjërat si piktura dhe ëndrat nuk ishin praktike. Mendova se duhej të përqendrohesha vetëm në gjërat që më sillnin para dhe sukses. Por tani ti ke para dhe sukses, vërejti Emma me logjikën e thjeshtë të fëmijëve. Kështu që mund të kthehesh të pikturosh dhe të ëndërrosh. Fjalët e saj krijuan një moment heshtjeje soditse. Dritani pastroi duart në peshqir dhe tha, Emma ka të drejtë. Suksesi i pa ëndra është si një shtëpi e madhe dhe e zbrazët. Artani shikoi Dritanin, vërtet e shikoi, mbase për herë të parë që kur ishin një orë. Kishte një urtësi të qetë në sytë e tij të errët, një thellësi që shkonte përtej moshës së tij relativisht të re. Kur vështrimet e tyre u takuan, Artani ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e tij, një lidhje që shkonte përtej admirimit profesional apo miqësisë së rastësishme. Dritan, tha ai impulsivisht, a do të dëshironit të darkonit me mua sot? Vetëm ne të dy. Do të doja t'ju njihja më mirë. Dritani u skuq paksa, por buzëqeshi. Do të dëshiroja shumë. Atë natë, ata shkuan në një restorant të vogël në qendër të qytetit, larg vendeve elegante që Artani frekuentonte me Blerinën. Mjedisi ishte i thjeshtë por komod, me tavolina druri të vjetruara dhe ndriçim të butë që krijonte një atmosferë intime. Gjatë darkës, biseduan për fëmijëritë e tyre, ëndrat e tyre, filozofitë e tyre të jetës. Dritani foli për familjen e tij të thjeshtë, për vështirësitë financiare që kishin përballuar dhe për atë se si ato përvoja kishin formësuar vendosmërinë e tij për të ndihmuar të tjerët në situata të ngjashme. Artani, nga ana e tij, e gjeti veten duke ndarë kujtime që nuk i kishte vizituar prej vitesh, për ditët e tij të para në jetimore, për frikën dhe vetminë që kishte ndjerë, për atë se si muzika ishte bërë shpëtimi i tij. E di, tha Dritani, duke luajtur me nervozizëm me pirunin e tij, kur të pash për herë të parë në ceremoni, mendova se ti ishe saktësisht lloji i personit të pasur dhe të largët që kur nuk do t'i kuptonte nevojat e një fëmije si Emma. Dhe tani, pyeti Artani.
Tani shoh se ti je një person që ka një zemër gjigante, por që ka mësuar ta mbrojë atë pas moreve shumë të larta. Dritani e shikoi direkt në sytë e Artanit. Dhe mendoi se Ema arriti ta gjente një derë në ato more. Jo vetëm Ema, pranoi Artani butësisht. Ata u shikuan për një moment të gjatë dhe Artani ndjeu një tërheqje që rritej mes tyre, diçka që shkonte përtej admirimit profesional apo miqësisë. Kishte një kimi natyrale, një lidhje emocionale që ai kur nuk e kishte përjetuar më parë, as me Blerinën. Të nesërmen, Blerina u shfaq pa pritur në jetimore. Artani po mbikëqyrte instalimin e tualeteve të reja kur Drita e njoftoi për mbërritjen e saj. Ai e gjeti atë në obor, duke vëzhguar fëmijët që luanin me një shprehje mostashjeje të fshehur keq. Artan, duhet të flasim, tha ajo pa hyrje. Ata u drejtuan për të zyra e lëvizshme, ku Blerina e mbylli derën me një forcë të panevojshme. Kjo duhet të ndaloj, tha ajo, duke bërë me shenjë rreth hapësirës modeste. Ky projekt qesharak po shkatëron reputacionin ton profesional. Reputacionin ton? Artani ngriti vetullat. Apo imazhin tënd të markës të ndërtuar me kujdes? Të dyja, u përgjigj ajo, e acaruar. Investitorët po pyesin pse anulove turneun ndërkombëtar. Shtypi po spekulon për stabilitetin tënd mendor. Dhe tani ka zëra se ti po përfshihesh romantikisht me një punonjës social burr. Akuza e fundit e goditi Artanin si shuplak. Zëra? Ju pan duke darkuar bashkë mbrëm. Në një vend publik. Blerina kryqëzoi krahët. Artan, ti duhet të vendosësh se çfarë do nga jeta. Nëse do të vazhdosh të jesh një sipërmarrës i respektuar apo nëse do të kthehesh në një filantrop ekscentrik që e hedh karrierën e tij për sentimentalizëm. Dhe po sikur të zgjedh opsionin e dytë, pyeti Artani qetësisht. Blerina e shikoi sikur ai të kishte humbur mendjen plotësisht. Atëherë ti do të zgjedhësh të hedhësh poshtë gjithçka që kemi ndërtuar bashkë. Marrëdhënien ton, partneritetin ton profesional, të ardhmen ton. Mbase është saktësisht kjo që më duhet të bëj, u përgjigj Artani, duke u surprizuar me qartësinë e ndjenjave të tij. E ke seriozisht? Zëri i Blerinës u ngrit. Po. Blerina, unë mendoj se po kërkojmë gjëra shumë të ndryshme nga jeta. Ti do sukses, prestigj, mirënjohje. Unë mendoja se doja të njëjtat gjëra, por tani e kuptoj se dua diçka më shumë. Më shumë çfarë? Varfëri fisnike? Sakrificë të panevojshme? Vërtet si. Lidhje reale. Mundësim për të bërë ndryshim në jetën e njerëzve që vërtet kanë nevojë. Artani u ngrit duke ecur drejt dritares ku mund të shite Emën dhe Dritanin duke organizuar një aktivitet vallëzimi me fëmijët e tjerë. Dua një jetë që ka kuptim përtej shifrave bankare dhe kopertinave të revistave. Blerina e ndoqi deri te dritarja duke vëzhguar skenën jashtë. Artan, ti po gënjen veten. Kjo fantazi romantike do të përfundoj dhe kur të përfundoj, ti do të pendohesh që hodhe poshtë një jetë reale dhe të suksesshme. Po sikur të mos jetë fantazi, pyeti Artani. Po sikur të jetë gjëja e parë reale që kam provuar prej vitesh. Blerina mbeti në heshtje për disa çaste duke procesuar fjalët e tij. Më në fund, ajo pshertiu thellë. Mirë. Nëse kjo është ajo që do, atëherë mendoj se biseda jon përfundon këtu. Blerina. Jo, Artan. Ti e bëre zgjedhjen tënde. Ajo u drejtua për nga dera, por u kthye para se të dilte. Por kur kjo fazë të kaloj, kur ta kuptosh se hoqe dorë nga një jetë reale për një fantazi, mos prit që unë të jem duke të pritur. Pas largimit të saj, Artani mbeti i vetëm në zyrë për disa minuta, duke procesuar atë që sapo kishte ndodhur. Kishte një ndjenjë të huaj lirje të përzier me ankth për të ardhmen. Për herë të parë në jetën e tij të rritur, nuk ishte i sigurt se ku po shkonte, por e dinte me siguri se çfarë po linte pas. Një trokitje e lehtë në derë e nxori nga mendimet. Dritani hyri me hezitim, duke mbajtur 2 filxhan kafeje. Lulieta tha se mbase ke nevojë për këtë, tha ai, duke i ofruar njërin nga filxhanët. Faleminderit. Artani e pranoi kafen me mirënjohje. A e dëgjove diskutimin? Ishte e vështirë të mos dëgjohej, pranoi Dritani me një buzëqeshje të zënë ngushtë. Ajo ka një zë mjaft të projektuar. Artani qeshi për herë të parë atë ditë. Kjo është një mënyrë diplomatike për të thënë se ajo po bërtiste.
Ata mbetën në një heshtje komode për disa qaste, duke pirë kafe dhe duke vëzhguar fëmijët përmes dritares. Më në fund, Dritani tha, Artan, ti nuk ke nevojë të zgjedhësh mes karrierës tënde dhe kësaj këtu. Është e mundur ti kesh të dyja. Vërtet? Artani e shikoi me interes. Sigurisht. Ti mund të vazhdosh të jesh një sipërmarrës muzikor i suksesshëm dhe gjithashtu të jesh një person që shqetësohet për kauzat sociale. Në fakt, kjo mund ta përmirësoj edhe imazhin tënd publik, të tregoj se ti je më shumë se sa thjesht fitime dhe kontrata. Artani i shqyrtoi fjalët e Dritanit. Po ti? Çfarë do nga e ardhmja? Dritani hezitoi para se të përgjigjej. Dua të vazhdoj të punoj me fëmijët. Dua të bëj ndryshim. Dhe ai pushoi duke u skuqur paksa, dua të njoh më mirë ty personin real pas sipërmarrësit të famshëm. Artani ndjeu zemrën t'i rritë fort. Dritan, unë ndjej të njëjtën gjë. Por ti duhet ta kuptosh se jeta ime është e komplikuar. Ka shumë ngarkesë, shumë pritshmëri. Gjithkush ka ngarkesë, u përgjigj Dritani butësisht. Pyetja është nëse jemi të gatshëm ta ndihmojmë njëri tjetrin ta mbajmë atë. Atë natë, Artani mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. 3 muaj më vonë, shtëpia e fëmijës Shën Gjergji ishte plotësisht e transformuar. Muret tani kishin ngjyra vibruese, dritaret ishin të gjerë dhe linin të hynte drita natyrale me bollëk, dhe çdo dhomë ishte dekoruar me kujdes për të krijuar një mjedis mikpritës për fëmijët. Biblioteka ishte zgjeruar, një laborator i ri informatike ishte instaluar dhe oborri tani kishte pajisje moderne dhe të sigurta lojrash. Më e rëndësishmja, jetimorja kishte një ekip të plot punonjësisht të kualifikuar, mësues, psikolog, nutricionist dhe terapist, të gjithë të koordinuar nga Dritani, i cili ishte zbuluar si një administrator natyral përveç se një kujdestar i jashtëzakonshëm. Artani kishte marrë vendimin të anulonte martesën e tij me Blerinën, një vendim që kishte shkaktuar një skandal të konsiderueshëm në mediat roz. Tabloidet spekulonin mbi arsyet e ndarjes, por Artani kishte refuzuar të bënte deklarata publike për këtë çështje, duke preferuar ta mbante jetën e tij personale larg dritave të projektorëve ndërsa riorganizonte prioritetet e tij. Emma ishte stabilizuar përgjithmonë në jetimore, jo si një fëmijë që priste birësimin, por si pjesë e familjes së zgjeruar që Artani po ndërtonte. Zyrtarisht, ajo ishte vendosur nën kujdestarinë e përkohshme të Artanit, një marrëveshje që Dritani kishte ndihmuar ta negocionte me shërbimet sociale. Por në praktik, ajo ndante kohën e saj mes jetimores, ku ndihmonte luljetën dhe luante me fëmijët e tjerë, dhe apartamentit që Artani kishte marrë në Tiranë, ku të tre, Artani, Dritani dhe Emma, po ndërtonin gradualisht një jetë familjare jo konvencionale. Marrëdhënia mes Artanit dhe Dritanit kishte evoluar natyrshëm gjatë muajve. Ajo që kishte filluar si admirim profesional ishte shndërruar në një miqësi të thellë, pastaj në tërheqje të ndërsjellë dhe më në fund në një dashuri të vërtetë dhe të respektueshme që të dy e kishin përqafuar me surprizë dhe mirënjohje. Në një mëngjes të shtunë, Artani u zgjua në apartament dhe gjeti Dritanin dhe Emën në kuzhinë, duke përgatitur petulla dhe duke qeshur me ndonjë shaka të tyren. Skena shtëpiake, aq e thjeshtë dhe natyrale, e mbushi me një lumturi të qetë që ai kur nuk e kishte imagjinuar se ishte e mundur. Mirëmëngjes, familje, tha ai, duke puthur Dritanin në faqe dhe duke i shpupuritur flokët Emës. Mirëmëngjes, babi Artan, bërtiti Emma, një emërtim që kishte lindur spontanisht dhe që të gjithë e kishin pranuar me dashuri. Edhe babi Dritan gjithashtu, shtoi ajo, duke përqafuar Dritanin me entuziazëm. Dritani buzëqeshi, ende duke u mësuar me rolin e figurës atërore. Sot është një ditë e veçantë, mbani mend? Inaugurimi zyrtar i shtëpisë së fëmijës së re Shën Gjergji. Artani pohoi me kokë. Ata kishin planifikuar një ceremoni inaugurimi për të shënuar zyrtarisht rihapjen e jetimores, duke ftuar autoritetet lokale, donatorët potencial dhe anëtarët e komunitetit. Por më e rëndësishmja, Artani kishte vendosur që do të ishte edhe dita kur do të tregonte publikisht historinë e tij të vërtetë. Për javë të tëra, ai kishte punuar me një gazetar të besuar për një intervistë ekskluzive që do të botojë njëkohësisht me inaugurimin. Në intervistë, ai do të zbulonte për herë të parë origjinën e tij si jetim, jetën e tij në shtëpinë e fëmijës Shën Gjergji dhe se si ajo përvojë kishte formësuar sukseset dhe dështimet e tij personale. A je i nervozuar? Pyeti Dritani, duke shërbyer petullat në pjata shumë ngjyrëshe që Emma i kishte zgjedhur posaçërisht për raste të veçanta.
Pak, pranoi Artani. Është një gjë t'ja tregosh historinë ty dhe Emës. Është diçka krejt tjetër t'ja tregosh gjithë botës. Por është historia e duhur për t'u treguar, tha Ema, me urtësinë e veçantë që ndonjëherë tregonte. Nëna ime thoshte gjithmonë se e vërteta mund të dhimbë në fillim, por pastaj ajo të shëron. Ceremonia e inaugurimit ndodhi pasdite në një qiell të kthjellët blu tipik për rajonin. Obori i jetimores ishte plot me vizitor, autoritete bashkiake, sipërmarrës lokal, familje të interesuara për birësim, gazetar dhe, më e rëndësishmja, 15 fëmijët që tani e quanin atë vend shtëpi. Artani u ngjit në skenën e vogël që ishte montuar për atë rast, duke vëzhguar fytyrat pritse në publik. Blerina ishte e pranishme, e ulur në rreshtin e fundit me një shprehje neutrale, dukshëm duke përmbushur një detyrim social. Lulieta ishte në rreshtin e parë, duke buzëqeshur me krenari dhe inkurajim. Dritani ishte anash skenës me Emën, të dy duke i bërë me shenjë me entuziazëm. Mirëdita të gjithëve, filloi Artani, zëri i tij i amplifikuar nga sistemi i zërit. Faleminderit që jeni këtu për të festuar jo vetëm rihapjen e shtëpisë së fëmijës Shën Gjergji, por edhe fillimin e një kapitulli të ri në jetën e të gjithë neve. Ai pushoi duke marrë frymë thellë para se të vazhdonte. Shumë prej jush më njohin si Artan Hoxha, si përmarrës muzikor dhe producent. Por sot dua të ndaj me ju se kush jam vërtet dhe pse ky vend do të thotë aq shumë më tepër për mua se sa një projekt filantropik. Heshtja në publik ishte absolute. Artani mund të shihte reporterët duke ngritur lapsat dhe kamerat që pozicionoheshin për të kapur çdo fjalë. Emri im i vërtet është Artan Santos dhe mes moshës 8 dhe 18 vjeçare, kjo jetimore ishte shtëpia ime. Pëshpëritje të habitura u dëgjuan nga publiku, por Artani vazhdoi. Kur fillova karrierën time në industrinë muzikore, u këshillova të krijoja një biografi më komerciale. Më thanë se historitë e jetimëve nuk shisnin disqe, që kisha nevojë për një origjinë më të lëmuar për të pasur sukses. Ai shikoi direkt në kamerat që po regjistronin. Për vite me radhë, jetova një gënjeshtër të ndërtuar me kujdes, duke u shtirur sikur vija nga një familje e shtresës së mesme, duke shpikur një fëmijëri që kurrë nuk kishte ekzistuar. Në proces, tradhtova jo vetëm të vërtetën time, por edhe të gjithë njerëzit që më ndihmuan të bëhesha ky që jam. Artani bëri me shenjë nga Lulieta, e cila ishte dukshëm e emocionuar. Njerëz si Lulieta Murati, që punon në këtë jetimore prej më shumë se 20 vitesh dhe që ishte si një motor për mua gjatë viteve të mia formuese. Njerëz që meritojnë mirënjohje dhe falënderim, jo harres dhe braktisje. Publiku ishte plotësisht i heshtur tani, i varur pas çdo fjale. Artani mund të shihte lot në sytë e shumë njerëzve, përfshirë disa gazetarë që qartësisht nuk kishin pritur një zbulim aq personal dhe emocional. Së fundmi, një fëmijë ndryshoi perspektivën time për gjithçka, vazhdoi Artani duke i buzëqeshur Emës. Ema më kujtoi se origjina jon nuk përcakton fatin ton, por gjithashtu nuk është diçka për të cilën duhet të kemi turp. Ajo më mësoi se familja nuk është për gjakun, por për zgjedhjen, kujdesin dhe dashurinë. Ai pushoi përsëri duke shikuar direkt nga Dritani. Dhe njoha dik që më tregoi se kur nuk është vonë për të zgjedhur vërtetësinë në vend të dukjes, dashurinë reale në vend të komoditetit social. Dritani buzëqeshi përmes lotëve, qartësisht i emocionuar nga deklarata publike. Kështu që sot, përfundoi Artani, nuk po inauguroi thjesht një jetimore të renovuar. Po inauguroi një version të ri të vetes sime. Një version që nuk ka frikë nga origjina e tij, që e përqafon të kaluarën e tij si pjesë të forcës së tij, jo të dobësisë së tij. Duartrokitjet ishin të menjëhershme dhe entuziaste. Njerëzit u ngritën në këmbë, disa duke qarë hapur, të tjerë duke bërtitur fjalë inkurajimi. Fëmijët e jetimores duartrokitën më fort se kushdo tjetër, qartësisht krenar që historia e tyre po vlerësohej dhe festohej publikisht. Pas ceremonisë, ndërsa të ftuarit qarkullonin nëpër ambientet e reja dhe fëmijët tregonin me krenari dhomat e tyre të reja dhe sallat e mësimit, Artani e gjeti veten në një bisedë finale me Blerinën. Ishte një fjalim i bukur, tha ajo, zëri i saj ishte i kujdesshëm dhe neutral. Edhe pse ende mendoj se po bën një gabim profesional. Mbase, u përgjigj Artani qetësisht. Por është gabimi im për ta bërë. Blerina shikoi rreth e rrotull, duke vëzhguar Dritanin që po u tregonte me pasion laboratorin e ri të informatikës një grupi donatorësh potencial. Vërtet beson se kjo do të funksionojë? Kjo jetë shtëpiake me një fëmijë dhe një partner?
Nuk e di nëse do të funksionoj, pranoi Artani me sinqeritet. Por e di që është reale. Është gjëja e parë reale që kam në jetën time prej shumë kohësh. Blerina pohoi ngadalë me kokë. E po, shpresoj të jesh i lumtur, Artan. Sinqerisht. Faleminderit, Blerina. Dhe unë shpresoj që edhe ti ta gjesh lumturinë tënde. Më vonë atë natë, pasi të gjithë të ftuarit ishin larguar dhe fëmijët ishin duke fjetur në dhomat e tyre të reja komode, Artani, Dritani dhe Ema u ulën në kopshtin e ri të jetimores, duke vëzhguar yjet në qiellin e kthjellët. Bëre gjën e duhur sot, tha Dritani, duke i kapur dorën Artanit. Unë ndjeva sikur po tregoja historinë time për herë të parë, u përgjigj Artani. Historinë reale, jo versionin e redaktuar. Ema ishte shtrirë në bar mes tyre, duke treguar yjsi të ndryshme që kishte mësuar të identifikonte në një libër astronomie që Dritani i kishte dhënë. Shiko atë yllin e ndritshëm atje, tha ajo. Mendoj se është nëna ime, duke u kujdesur për ne. Artani ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Mendoj se ke të drejtë, Ema. Dhe shiko ata tre yjet bashk, vazhdoi ajo, duke treguar një pikë tjetër në qiell. Mendoj se jemi ne. Një familje yjesh që u gjet në vendin e duhur. Dritani ja shtrëngoi dorën Artanit. Më pëlqen ky imazh. Edhe mua, përshpëriti Artani. 6 muaj më vonë, intervista e Artanit ishte bërë një pikë referimi në diskutimin mbi vërtetësinë kundrejt imazhit publik në botën e argëtimit. Kompania e tij fillimisht kishte humbur disa kontrata konservatore, por kishte fituar të tjerë me artistë që identifikoheshin me mesazhin e tij të vërtetësisë. Shtëpia e fëmijës Shëngjergji ishte bërë një model për jetimoret e tjera në vend dhe Artani kishte themeluar një fondacion të dedikuar për renovimin dhe modernizimin e strehave për fëmijët në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ema ishte përshtatur në mënyrë të përsosur me jetën e saj të re, duke ndarë kohën mes shkollës së rregullt në Tiranë dhe fundjavave në jetimore, ku vazhdonte të ishte një prani e gëzueshme dhe frymëzuese për fëmijët e tjerë. Marrëdhënia e saj me Artanin dhe Dritanin kishte evoluar natyrshëm në një dinamikë familjare solide, bazuar në afeksion të ndërsjellë dhe respekt. Artani dhe Dritani kishin zyrtarizuar marrëdhënien e tyre jo vetëm emocionalisht, por edhe ligjërisht, duke u bërë partner zyrtar dhe bashkëkujdestar të Emës. Ata kishin blerë një shtëpi më të madhe në Tiranë, por mbanin një dhomë të përhershme në jetimore, ku kalonin të paktën 2 ditë në javë. Në një intervistë ndjekse, një vit pas inaugurimit, Artani u pyet nëse ndjente mall për jetën e tij të mëparshme. Ndjej mall për thjeshtësinë e të mosmenduarit për asgjë tjetër përveç kontratave dhe shifrave, ishte përgjigjur ai me sinqeritet. Por nuk ndjej mall për vetmin. Nuk ndjej mall të shikoj në pasqyrë dhe të shoh një version të redaktuar të vetes sime. Po e ardhmja, kishte pyetur gazetari. Artani kishte shikuar Dritanin dhe Emën, të cilët po luanin me fëmijët e tjerë në oborrin që shihej përmes dritares së sallës ku po zhvillohej intervista. E ardhmja, tha ai, është të vazhdojmë të ndërtojmë diçka reale. Është t'u japim këtyre fëmijëve atë që do të kisha dashur të kisha pasur kur isha në moshën e tyre, jo vetëm streh dhe ushqim, por shpresë, mundësi dhe sigurinë se ata meritojnë dashuri dhe mundësi, pavarësisht se nga kanë ardhur. Ndonjë pendim? Artani mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Pendimi im I vetëm është që prita aq shumë kohë për t'u kthyer në shtëpi. Fundi I historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Dritanit dhe Emës të ketë prekur zemrat tuaja. Ky udhëtim I rizbulimit dhe vërtetësisë na kujton se kur nuk është vonë për të rindërtuar jetën tonë bazuar në dashurinë e vërtetë dhe lidhjet e sinqerta. Për të vazhduar të përjetoni histori emocionuese si kjo, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe të aktivizoni zilen për të marrë njoftime. Nëse ky rrëfim zgjoi ndonjë ndjenjë tek ju, lini një pëlqim dhe ndani në komente se cili ishte momenti që ju emocionoi më shumë. Ju gjithashtu mund të gjeni listën ton speciale të këngëve me histori të ngjashme për familjen, dashurinë dhe fillimet e reja duke klikuar në linkun anash. Faleminderit që na shoqëruat në këtë udhëtim emocional, deri në historinë e ardhshme.